Të dashur pjesëmarrës, ne kemi premtuar dhe do ta mbajmë fjalën. 1 miliard euro investime nëpër komuna dhe për komunat. Por ju e dini, unë nuk jap buxhetin e shtetit dhe paratë e taksave për ata kryetar të cilët nuk dinë të punojnë mirë apo për ata që vjedhin. Mos i votoni ata që nuk dinë e nuk duan punën, e as ata që dinë e duan vjedhin. Me ata nuk ka investime e as zhvillim, siç nuk ka pasur për 20 vite pas luftës. E tash, më konkretisht të nderuar qytetar, ju ftoj që të gjithë ju që jeni votues në Prishtinë, ta votoni Hajrullah Qekun, ministrin më të suksesshëm në realizimin e investimeve, i cili po vjen me një mision të veçantë në kryeqytet.